Kjo është kisha e Shëmprendës në Balltre, ndër më të vjetrat në Shqipëri që daton që nga mesjeta e hershme në shekullin e 12. Por përveç se kësaj pllake që tregon se ajo është shpallur monument kulture që prej vitit 1984, nuk është bërë asgjë konkrete për restaurimin e saj. Koha dhe lagështira kanë dëmtuar gjithçka, që nga muret brenda saj dhe afresket e lashta. Për përgjegjësinë e monumenteve të kulturës në Lezhë, vlerat kulturore, historike dhe fetare të kësaj kishe janë të pazëvendësueshme. Kjo kishë në bartë vlerat veçanta jo vetëm arkitektonike, por në aspektin stilistik pikturë, programin ikonografik që është paraqitur në pjesën pasmeje, tek apsida, kamarja e kishës dhe pjesa e paretit. Gërshitimi i stilit bizantin dhe stilit latin në këto afreske jep një tipar tjetër plus të veçantë dhe që bën një kishë unike në gjithë Shqipërinë, pra në gjithë vendin tonë. Por këto vlera nuk mund të ruhen gjatë nëse në ambientet e brendshme, në pikturat murale dhe afresket, nuk vihet dorë në kohë për t'i restauruar. Çdo vit ne japim intervista që ti tregojmë në vetë qeverisë se kjo kishë nuk është e mirëmbajtur, ka një restaurim të pjeshëm, jo të mirëmbajtur mirë, por dhe detoria e mbrojtjes të kulturës e të sporteve mund të shërbejë më fort, domethënë të kisha që janë as e vjetra dhe as e lashta. Kisha e Shëmprendës në Balltren është ndër objektet më të vjetra në qarkun e Lezhës. Rikonstruksioni i plotit saj dhe hapja për publikun do ta kthente këtë monument kulture në shërbim të turizmit në këtë zonë.